kritik nga të rinjt ka qenë mi pakët se ata që kanë qenë të pakënaqur. Pra në këtë rast që flasim, të pakënaqur dhe kritiket ka qenë gjithmonë ata të cilët nuk kanë marrë nga PD-ja atë që kanë menduar apo atë që kanë preferuar, ndërsa në kohë të rinjt duke ditur problemin nuk kanë ditur të reagojnë ose nuk kanë dashur duke ditur problemin. Unë, si njëri në Partinë Demokratike, reagoj për problemin që ka Partia Demokratike përtej luftës që kemi në pushtet. Pra reagoj dhe mendoj dhe jap idet e mia, i shpalos brenda Partisë Demokratike, madje edhe duke bërë betejë të brendshme gjithmonë me mendim kritik, edhe i cili duhet të ndihmoj Partinë Demokratike dhe jo ta dëmtojë atë. Pra një model të riu, të cilin Partia Demokratike sot i mungon dhe edhe në rast se ngrihet ai shuhet. Pra guximi edhe vendosmëria për të ndryshuar jo vetëm pushtetin që kemi përballë, por ndryshuar edhe Partinë Demokratike në qasjen e saj ndaj publikut edhe ndaj shqiptarëve për t'i dhënë atyre atë që i duhet dhe atë që i mungon. Orest, ju jetoni dhe veproni në Durrës. Gjithashtu studioni në Durrës, për drejtësi. Oresti, e sheh veten e vet si një politikan të ardhme, apo në profesionin e vet në të cilën ka zgjedhur që të studiojë? Shiko, politika është angazhim kontribut më shumë. Fusha që unë kam zgjedhur të studioj është pikërisht drejtësia, është një sistem komplet tjetër nga politika. Dhe ka pak a shumë të njëjtin mision, që këtij vendi të ketë drejtësi. Dhe pak a shumë janë po të njëjtat gjëra që duhen si në sistemin e drejtësisë apo si edhe në politikë. Guximi dhe vendosmëria. Të dyja këto janë elemente të cilët si në politikë apo si në sistemin e drejtësisë të bëjnë të ecësh përpara. Nëse një prokuror apo gjyqtar apo qoftë avokat është i guximshëm dhe vendos të ndjekë vetëm të drejtën, sistemi i drejtësisë do të jetë i aftë të jap gjithsecilit atë që meriton. Ashtu si në politikë, nëse ke guxim dhe vendosmëri për të bërë mirë për këtë vend dhe për ata njerëz që të besojnë në përfaqësim, pa diskutim gjithsecili merr atë që meriton. Dhe vetë personalisht i gjithë ideja është që të synosh një post politik pa pasur një mision apo një qëllim të mirë në të, do t'i shërbej vetëm vetes tënde personalisht dhe do jesh një figurë e harruar ose ndryshe e urryer siç ka ndodhur deri më sot. Dhe qëllimi im nuk është të jem figurë e urryer për ambicie personale dhe për të qenë karrierist brenda politikës, por për me një qëllim të mirë për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe për t'i dhënë zë problemeve të cilat nuk kanë zë ose i shuhet zëri. Pra sot edhe vetë Partia Demokratike ka një problem shumë të madh. Cili është? I cili është pikërisht shkëputja nga baza. Shkëputja nga qytetarët e ka bërë Partinë Demokratike që të ketë të njëjtën qasje tek qytetarët si partia në pushtet. Durrësi vetë në tërësi, ku unë bëj pjesë, ka shumë probleme. Një nga këto të fundit është që qytetarët po humbin shtëpitë e tyre. Është në bulevardin qendror, qytetarët po i humbin shtëpitë pa pasur shpresë tek askush. Në një shtulla po humbin shtëpitë e tyre për shkak të unazës që po ndërtohet në Durrës. Tek lagja Çezma e Ferrës gjithashtu. Dhe pikërisht për këto probleme flitet shumë pak në të qytet nga vetë përfaqësuesit, nga 6 deputet flet 1. Pra këta njerëz që kanë marrë përsipër të përfaqësojnë qytetarët, nuk po i përfaqësojnë ata. Për problemet reale, pra, flasim për bazën. Qytetarët kërkojnë që të flitet në parlament për shqetësimet e tyre, jo të flitet në parlament se kush është narkosi. Nuk i intereson qytetarit se çfarë betejë do bësh ti në komision e ligjeve apo në komisionet parlamentare. I intereson nëse zëri i tyre do të dëgjohet apo do të trumpetohet në parlament për të dhënë zgjidhje. Dhe sot ky mision ka humbur. Prandaj të rinjt Partinë Demokratike apo dhe qoftë në Partinë Socialiste duhen mbështetur për një qasje të re, një qasje ndryshe se qytetarët e kërkojnë këtë. Nëse të rinjt ka guxim, ata që kanë të vjetër kanë eksperiencë dhe kanë gjitha mundësitë e mundshme për t'i mbështetur, duhet ta bëjnë patjetër, sepse të rinjt kanë nevojë sot më shumë se kur për mbështetje. E qartë, Orest, por këtë qasje të re nga kush do vi kjo qasje re në radhët e Partisë Demokratike? Ka shumë të rinj Partia Demokratike, por i mungon mbështetja. Pra nëse të rinjt e Partisë Demokratike që kanë një qasje të tillë, duan një mbështetje shumë të madhe. Nga cilët e presin këtë mbështetje? Nga ata që kanë vite eksperiencë në Partinë Demokratike, qoftë nga përfaqësues. Qoftë dhe njerëz që kanë vite në atë parti, i kanë dhënë gjithçka asaj partie, tani është koha t'i japin gjithçka të rinjve për një qëllim për të ndryshuar Shqipërinë për mirë.
Nëse e kanë këtë qëllim, nëse nuk e kanë, pastaj. Orest, pikërisht për ty, Po. I cili je i pranishëm ditën e sotme në këtë rrugës që ne po diskutojmë së bashku. Ju personalisht, nga cili dëshirojnë që të mbështeteni nga emrat e Partisë Demokratike? Mbështetje për nisëm të cilën keni nisur, që të esim më përpara. Emrat të përveçëm në 8 muajt e fundit mund të kemi organizuar shumë protesta. Mund të kemi organizuar në qytetin e Durrësit, edhe pse me numra jo shumë mëdhenj, mund të kemi organizuar shumë protesta sa Partia Demokratike në këtë qytet nuk i ka organizuar me protestat vetë, flasim në numër protestash, jo në madhësi të saj. Po. Kam kërkuar mbështetje nga drejtuesi politik i qarkut, nga kryetari i Degës, nga deputetët. Dhe qasja ka qenë tërësisht ndryshe nga ajo që unë prisja. Edhe Pa jeni zhgënjur. Pa diskutim që po. Ka 6 përfaqësues në Parlamentin e Shqipërisë Partia Demokratike, nga të cilët është aktiv 1. Në kauzat qytetare, flasim, në protesta. I vetmi mjet demokratik ku qytetarët shprehin revoltën e tyre është protesta. Dhe në shumicën e rasteve kjo protestë shuhet po nga politika, qoftë nga majtë, qoftë nga djathta. Dhe ka të rinj në Partinë Demokratike, ka patur të rinj Partinë Demokratike që kanë bërë batërdin në atë qytet vetëm për të kërkuar të drejtën dhe shushuar po nga ata, sepse nuk i kanë dhënë mbështetje. Të rinjt kanë guximin, kanë fjalën, kanë gjithçka që mban ana morale dhe emocionale e njeriut, por nuk kanë Por lind pyetja. kanë mekanizmat. Por lind pyetja pse ndodh kjo gjë? Sepse ndoshta kanë frikë. Sepse ndoshta protagonizmi kalon nga ata që kanë pushtetin, në thonjza brenda radhëve të opozitës, mund t'i kaloj protagonizmi të rinjve. Pra, që të mbash, ti jesh deputet, du të kesh protagonizëm qytet. Por nëse ai mbështet një të ri për të marrë protagonizëm, pa diskutim që ai sfumohet. Dhe shpresa lind tek i riu. Po lindi shpresa tek i riu, ai më pas nuk ka më efektivitet në qytet. Ky është mendimi im. E Kjo që qartë. mendoj. E qartë. Dhe të rinjt është thelbi kryesor që guxojnë. Edhe kur guxojnë nuk pyesin kë kanë përballë. Nuk pyesin kush është shoku, kush është miku, kush është vllai, kush është xhaxhai, apo kush është kryeinspektori që ka nga mbrapa. Ndërkohë që më të vjetër të mendojmë, këta kanë pasur shok, këta kanë pasur mik, këta kanë bërë këtë, me këta kanë bërë atë. Ky është problemi kryesor. Në protestën e fundit të organizuar nga opozita ditën e martë, në datën 10 shkurt, keni qenë i pranishëm të protestë, Orest? Kam qenë i pranishëm siç kam qenë i pranishëm në 4 vitet e fundit në çdo protestë të Partisë Demokratike, dhe nuk është se pash ndonjë gjë ndryshe. Ishte po një skenar, po një ta mekanizëm, një podium i madh, njerëz që flasin, molotov që i hidhen, njerëz të pafajshëm protestues që dëmtohen, polic po ashtu të pafajshëm që dijen, dhe njerëz që shkojnë në shtëpi dhe shikojnë po njësoj hallet e tyre të përditshme. Pa ndonjë qëllim. Po, miting ishte, po pa diskutim që ishte miting. Por protestë nuk mund të quhet. Pra në këndvështrimin tuaj, PD-ja nuk e ka arritur pritshmëritë, që pritej. Jo, nuk ka patur pritshmëri fare. Pra pritshmëria e vetme ishte që të dilin mirë publik, të bëheshin disa kronika nga media ndërkombëtare, dhe më pas gjithsecili të shkonte në shtëpitë e tij. Siç ka ndodhur tani. Unë pres si i ri që kur partia politike më thret në protest, unë të qëndroj aty. Dhe kur qëndroj aty, të rrëzoj qeverinë, jo të rrëzoj kangjllat e kryeministrisë. Jo të dalë në një orar jo zyrtar punës.